Marrëdhënie së bukur të dy motrave, por që kanë parë dritën e skenës dhe kanë marrë duartrokitjet e publikut së bashku. Shpalljes pasuri të UNESCO-s për liçenin e Shkodrës e një viraliteti të TikTok-ut të një shqiptare e të lindur e rritur në Amerikë, do të jemi gjatë transmetimit të sotëm. Qëndrojmë fillimisht në këtë material të parë që na prezanton dyshen e motrave. Ludina dhe Jereda dhe Mbacaj. Asje nisim emisionin sot me motra. Jered, kënaqësi që ju kam së bashku dhe që të flasim për këtë bashkëpunim tuaj që në insert thoshte bashkëpunimi i parë. Pa, ku ma mbush mendja mua që mes motrash që nga ky bashkëpunimi i parë. Diku ka qenë. Është bashkëpunimi i parë publik, le të themi, se gjatë jetës tonë ka qenë bashkëpunimi për herë. Por edhe që diku mbastej ka qenë gjithmonë, edhe kudo. Por ti ke dashur ama që t'ishte prezente, të dilte motra? Tani Reda është këtu edhe zakonisht nuk është... Jo, qa ke dashur ti se qarë... Jo, do ta marrë vesh dhe unë që pas ka dashur. Pra i flasim për balë këto, po unë e kam thënë gjithmonë që Reda ka shumë talente se unë. Ka qenë gjithmonë talent në piktur, në veshje, ka stiluar fustanin tim të nusëris, të dasmës fundit. Dhe... që ka qenë veshja e bardhë me ripin... Me brezin e gjubletës. Po, dhe gjubletës, po, e kujtoj. Dhe ka qenë gjithmonë në backstage për mua, si individ, jo në një projekt të madh. Edhe duke qenë se ka pasur edhe talent gjithmonë pikturë në poezi, po gjithmonë i ka pëlqyer të jetë backstage. Edhe shqyr. Pas kam qenë shumë gjëra. Zoti, edhe tjeni tani është dashuria e motrës që flet me këto aspekte? Apo vërtet të bëri të ndihesh kështu në siklet tani? Po, është dhe dashuria e motrës. Ja. është edhe. Madje unë mendoj që në tilla raste është edhe modestia një çik, nuk arrin të t'i shpreh të gjitha. Nuk para e shprehim, si shprehemi njëra tjetrës, vetëm me veprime. Vërtet? Po. Nuk është se kemi këtë stilin familjar, o gjemla ime fare. Jo. Si e kemi o zemra ime. Jo, jemi gjithmonë afër njëra tjetrës për çdo gjë. Je dashur natyrë kështu, gëbrësësh. Po, është pak fare fisnore kjo që ne nuk është se jemi shumë përgdhelës. Ne përgdhelim njëri tjetrin me batutat të hershme, familjare, etj. Kemi shprehje të ndryshme që mund ta shprehim dashurinë. Që mund t'i themi në ekran? Pjesërisht. Jo të gjitha. Pjesërisht. Vim te kjo klinikë e bukurisë që ju sjell në skenë, do ta themi në skenë në kuptimin e vërtet fjalës së bashku, po përpara se të flasim për shfaqjen, te çështjet e bukurisë, cila është më e fiksuar nga ju? Tek çështjet e estetikës, jam unë, jo të bukurisë, estetika. Në përgjithësi, domethënë çdo gjë estetike, syri. Kurse Rudi është thjesht e bukur, domethënë nuk është e fiksuar. Nuk është e fiksuar. Jo, unë kam shumë problem me estetikën. Bjeta, unë nuk kam bërë kur një dalje publike që t'jem veshur vet, ose të kem stiluar flokët si që dua vet, se asnjëherë nuk e di si dua, ose nuk kam një mendim. Gjithmonë është Reda në telefon, ose të shtëpia ime duke më zgjedhur çat vesh si të Tani ka hyrë pak edhe Viki? Po tani se dhe Viki ka shumë stilin e Redës, i ngjan Redës për këtë pjesë. Prandaj dhe i besoj Vikit, se kam kuptuar që ngjan me Redën. Është liru pak Reda nga kjo përgjegjësi, se përpiqet edhe Viki. Kështu që duke qenë ti e fiksuar natyrshëm, të shkon, domethënë, të shkon te syri dhe për një komedi të tillë. Kjo në fakt është një komedi që do të thotë të kundërtën e kësaj klinikës së bukurisë, është një fars. E përktheva shumë rastisht, kisha dëshirë të bëja një përkthim, se kam shumë problem me gjuhën shqipe, dua të jetë shumë e mirë, dhe e përktheva për qefin tim. Ja tregova Rudit prap kështu, pastaj
Na mori shumë seriozisht Andja, Gjunga, regjisorja, falenderojmë. Është mbledh një ekip shumë i mirë. Do me thënë, ishte fjalë u bë gjë. Kështu mund ta përmbledh. Ti e bëre, e bëre, këto e realizuan. Po, kemi qenë dhe gjatë realizimit, gjithkohën, dhe më thënë emocion. Reda, përveç përkthimit ka bërë edhe kostumet e shfaqjes, ndërkohë Interior Hub që është studia që Reda e ka me bashortin e saj që merren me interior design, bën skenën, pra ishim një ekip, ishte hera parë që punonim të gjithë, pothuajse të gjithë familja. Përveç se me motrën dhe me kunatin, edhe me kunatin, po. Me thënë drejtë, unë kunatin e kam shumë shok edhe harroj që është burri motrës, shpeshherë më duket si vlla, kur e meriton, se ka raste i thënë edhe prit pak se ty s'kena gjatë. Dili herë se ti e ardhur. Nuk je herë. Se bëj shaka, po. Je i blem, themin e malsorit. Je tani i blem, Je i blem. Kur u përgatit kasti, kur Andja po hithe në tavolinë emrat për të qenë pjesë e kastit, them drejtën, aty janë miqtë e mi më të mirë, por që Andja i shihte si regjizore që të luanin këtë pjesë, mu bë zemra mal, se është gjë shumë e mirë, të punosh me miqtë tu. Gentian Zenela, Jul Deda, Niada, Paula Kodra, Alessia Gjemalaj, Amos si patjetër. Pra jemi një ekip i hershëm që kemi punuar shumë shpesh bashkë, edhe kjo harmonia, energjia e bëri të dilte një gjë e mirë. Pa diskutim që unë isha dy fishe emocionuar. Pra, mund të mendoj që isha komode se po punoja me motrën, por realisht kisha dy fishe emocion, sepse më në fund një gjë që Reda ka bërë gjithë jetën, po s'ka dashur kur që ta bëj publike, po bëri një gjë që na doli në skenë. Ishte edhe mami shumë e emocionuar, me thënë drejtën. Nuk e prisja emocionin e mamit. E mora si kështu, tash, po tja, ajdo ma kur t'jetë shfaqja në Tiranë, se po vjen që më fjerë, ua tha, po do vimë, ju jeni të dyja, sa sharova, këna ka fëmijë qënë. Për ty normaliteti e gjithmonë me Redën, e kupton, po për mamin ishte, dhe kam përshtypjen që ajo këtu ka qenë më e gëzuar për Redën se për ty. Patjetër. Po të gjithë ishin më të gëzuar për Redën, se normalisht ishte eksperienca e parë e saj në teatr dhe jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur për kundrazi, shumë xheloze të harrova. Jam shumë e lumtur që kjo shfaqje po na hap dyert dhe na hapi një derë të madhe për bashkëpunimet e tjera. Edhe kanë filluar që tani na kanë ardhur propozime, pa mbaruar akoma klinika e bukurisë, na kanë ardhur propozime për ju të dyja është ideja. Po që Reda të jetë të vazhdoj të jetë, po, producente dhe tjetë edhe kostumografe. Po kështu pastaj përqindjet si keni ndarë si motra? Më sybet, isha unë më shumë u zume. Për ne këto janë... Bëj shaka, po tani... Harrojmë t'i bëjmë, me thënë drejtën, janë kaq përrëndësishme. Nuk... Se kemi mendu në herë vetën si dy individ. Gjithmonë si një i vetëm. Një i vetëm. Po më në fund edhe doli publikisht. Për ty nuk është era e parë, në një komedi. Jo, për kundrazi. Kam bërë shumë komedi, për mua sfidë ka qenë drama, është shumë e bukur edhe drama, po lëkura ime është vërtet tek... Do me thënë jam pak më investuar të komedia, ndjej vetëm më komode dhe kam mundësi të shpërfaqem pak më shumë se sa në dramë. Është një shfaqje që e pa dritën e skenës, i mori duart rokitje, të qeshurat, dhe po ndërkohë vijon edhe për pak ditë. Po, deri të ejnëten këtë javë. Deri të ejnëten. Jemi sot, nesër dhe pas nesër. Edhe pas nesër, për të shijuar dhe pastaj, e mendoni edhe për të lëvizur Rudina, pra shfaqja të shkojë në për qytete, siç do më po bëjë tradita një gjatë versioit. Po, ishim në Fier, po do ta zhvendosim, pse jo... Tani gjatë sezonit turistik, që jep jetë artistike në për qytete... është pak e vështirë, sepse këto janë komedi për sallat të mbyllura, nuk do ishte jo për një amfiteatër, për shembull. Megjithatë, Reda po e diskuton se në këtë rast është producentja, pavarësisht se ne... Po dua me Rudinën, unë duhet flas me producentën këtu. Kemi dëshirë ta japim unë vetë si producente,
Dhe grupi është shumë i mirë, neve jemi argëtuar shumë, edhe ka ecur shumë lehtë. Do më thënë edhe për këtë edhe të ndona marrë malli për njëri tjetrin, edhe këtë po e mendoj. Edhe kjo është një nga arsyet. I qaset do nga pikpamje njerëzore, shpirtërore, gjithën këtë. Po se është punë, teatri është shumë punë ndjenjash. Në teatr nuk shkëlqen dot nëse nuk është grupi i mirë, nëse nuk kalon mirë. Periudha provave është gjysma jetës të atyre muajve, pra sepse kalon shumë kohë me njëri tjetrin, edhe nuk mendoj që do e mbyllim, Reda. S'ka lujtë vend shme në alon me kaq. Jo, besoj që jo, me gjitha të në e thuaj ti. Do e diskutojmë, se tani është vera për para dhe do të me ikë dhe në plazh çunat goti. Duhet jenë edhe pushime, ta shijojmë. Pas, është dhe vap. Ndërkohë që ju shoh edhe që flisni, kuptoj që ju nuk ngjani Rudina. Në fakt ne ngjajmë shumë, nuk ngjajmë pamje të parë, po të rish më shumë. Çfarë ju kanë thënë të vogla, si keni qenë, domethënë, kemi pas karaktere shumë të ndryshme, po pastaj rrugës janë kthy kështu. Ja se Reda Rudi ka qenë edhe pse s'duket është më e madhe se unë, se gjithë më thonë mund të jem motra madhe. Jo, unë e kuptova nga autoriteti. Se dëgjoj, zakonisht do që flasin më pak? Po, patjetër. Ne që bëjmë gam qeni që le. E kuptoni vetë juve. Rudina ka qenë shumë e urtë, fëmijë i qetë, shumë. S'o është për asnjë gjë, jo, ka pas vetëm një problem mos ta nxjerrin fotografi, kaq. Pra, edhe unë tash jam, kemi ndrur rolet, Kemi ndrur rol, tani unë bëj vetëm fotografi gjithkohën. Jemi argëtu shumë ama me njëra tjetrën të vogla, rinim gjithkohën bashkë, argëtim. Vetëm argëtim, si motra e madhe ishe, do mund që e kontrolloje? Jo, se kam kontrolluar. Nuk e bëje fare motrën e madhe? E kam bërë në mënyrë tjetër. Jo, ka natyrë tjetër, Reda ka, nuk është person kontrollues, imponues, nuk përkundrazi. Po mos ishte Reda, nuk do isha bërë kur një person që dalë në skenë, po vetë besimin ma ka ushqyer gjithë kohën. Edhe unë imitoja zyshat kur isha e vogël dhe Reda ishte ajo... Se donte të mbënte për vete. Reda ishte ajo që më ka thënë gjithmonë duhet dalësh në skenë, duhet aso kohë, duhet bësh një audicion Portokalli, se unë rrugtimin e nisa në Portokalli, pikërisht sepse Reda ishte ajo që kam ngulje. Se unë studioja juridik në punë time. Më thënë, kisha komplet, mendoja të paktën që do kisha një të ardhme shumë ndryshe nga kjo që kam sot, dhe jam e lumtur që e kam, edhe për këtë se kam falenderuar sa që duhet Redën, se shpeshherë ka menu që e ka pas për detyrë, por jo, nuk e ka pas. Unë ashtu e mendoj që e kam për detyrë. The Top Channel, drejtë së drejti, mund t'i shpresh. Çfarë nuk ja ke shprehur deri më sot, Rudina? Po, nuk, si që thash, nuk jemi shumë të shprehura në... E the. E thash sepse, jo se kemi marrë njëra tjetrën për të mirë qëna, për kundrazi, por se jemi munduar që me gjestet vogla ta shpjegojmë ose ta shprehim atë që ndjejmë, po të them drejtën unë pa mbështetjen e Redës dhe mendoj që shumë njerëz pa mbështetjen e Redës nuk do ishin këtu ku janë sot, sepse është natyrë shumë frymëzuese dhe kishte zgjedhur të rinte në backstage. Për mua është fat që kam Redën motër, po kam shumë fat që vajza ime ka teze. Oh, tani këtu se unë e di shumë mirë që Viki gjithë jetën do ketë një mendje pak më të hapur ku të mbështetet se sa unë që jam pak natyrë tjetër. Nuk është se s'jam mendje hapur, po jam pak më vezvese, ndërsa Reda s'ka. Jo, nuk është fare vezvese. Jo, jam pak, jam kështu. Ndërkohë Hana, vajza Redës ngjan shumë me mua. Elsi në këtë rast skenografi dhe bashorti Redës, po më thoshte një ditë, a do i ndrojmë ta kalamajt se nuk kemi kombinime. Ishin shumë dakord kalamajt. Të ndroheshin. Kalamajt ishin dakord. Shumë. Viki do donte shumë të hikte të Reda të Elsi dhe Ana të ne. Po, i ndrojmë pra. Win-win the situation. Bashkë se bashkë rrinë ato. Ndërkohë që të tha gjithë fjalë dashurie për ty?
Është kjo motra vogël. Është shumë, dhe me thënë është, e kam para çdo kujt, gjithmonë, para prindërve, unë i dua shumë prindrit e mi. E qartë, po është. Po, shumë. Kemi diskutu çdo gjë bashkë, dhe me thënë edhe hapat i kemi bërë bashkë. Vjeta, ne kemi patur prindër mësues, edhe ndjes pas ti mat ishte baba ynë, do me thënë, ishte një person që ishte shumë i komunikueshëm, po kishte një grua nga Vlora që është mami, të duam shumë, dhe duke qenë dy mësues patjetër që ishin autoritar, dhe në çdo gjë ka qenë Reda ajo që ka thyer akullin, tabut, që unë të kisha një jetë super të thjeshtë. Super të thjesht, falë Redës, sepse ishte fëmija i parë, rebel. E ka çdo fëmijë i parë. E ka çdo fëmijë i parë, ndoshta. Të kuptoj. Dhe këta e kanë rrugën. Po, ju shtrohet rruga, po. Të shtruar pastaj. Dhe falë Redës, jeni edhe në klinikën e bukurisë, me ata që në fakt janë të përzgjedhurit e regjizores, Andja Xhungës, por që rezultojnë të jenë edhe miqtë tuaj, më të ngushtë, dhe kur ka profesionalizëm, por së bashku me misin, sigurisht që gjëja ndrin, puna ndrin. Lëre pastaj së bashku edhe me motën. Ka ndrirë vërtet, dhe jam shumë e lumtur që një produksion i motrës time rikthen Juldedën në teatr. E kishim harruar këtë. Ishte të requr, të requr, më thonë puna, ka patur angazhimet e tjera, dhe me sa duket, nuk e di pse, nuk është sa i e ka refuzuar, ose nuk ka marrë oferta, po asnjëherë nuk ishin puqur ndoshta oraret. U bë i me motër o gur që ta kthente, dhe e shoh që Julit po i shijon shumë dhe jam shumë e lumtur. O gur për shumë gjëra, tani do të shkruajnë Reda. Reda për pacience. Ju uroj shumë suksese sot, nesër edhe pas nesër. Faleminderit Bjeta. Suksese, kënaqësi që edhe ju kisha në studio, dhe kënaqësi edhe për gjithë qeshurat që do të dhuroni, sepse janë ato që na duhen edhe na shtojnë jetën, minutat bukura të vetëm qeshet aty, domethënë sa zgjat një orë me 10 minuta. Rudinën dhe gjitha ata emrat, nuk mund të ndodhte ndryshe, edhe me një improvizim besoj që jo më mbi një tekst edhe punë të mirë punuar. Ishte edhe autori francez që erdhi, se Reda kishte kontakte me autorin francez. Ta përshëndesim Erikun, po. Erdhi në Shqipëri bashkë me bashortën, edhe ai po e përjetonte me emocion shumë të madh. Ne u habitëm, thamë vërtet i pëlqeu kaq shumë puna, aty filluam pastaj ta kuptojmë se e pas kemi bërë shumë mirë këtë punë, se fati është fati i madh që një artist nuk ngopet kurrë plotësisht me punën e vet. Po kur pam reagimin edhe të autorit të veprës, u mbushëm me shumë kënaqësi, edhe pak krenari brenda. Po patjetër, profesionale. Po, u kënaq shumë, ishte shumë i emocionuar, domethënë edhe tha si ka mundësi, kishte kapur shumë mirë karakteret. Ne tani kishim siklet se i kishim ndru ca gjëra gjatë rrugës. Po tha një përshtatje, po. Po tha, okay, tha shumë bukur. Dakor, faleminderit. Edhe ai është tani shumë i emocionuar, vazhdon të jetë. Aq e bukur ka dalë shfaqja. Shumë e bukur. Kështu që lungush do ta shijoj edhe këto 3 ditë. Suksese, faleminderit Rudina. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit Bjeta. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ne ndërkohë do të shkojmë në ndërprerje publicitare, dhe në pjesën e 2 do të jemi me të ftuar në studio, por edhe lidhje nga Shkodra, lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra, për të folur pikërisht për lajmin e shpalljes si rezervë biosfere e UNESCO-s liçeni i Shkodrës. Kështu që mbas publicitetit, pjesën e 2 flasim për të.